Profil publik apo punë pas kuintave? Profil publik. Deklaratat forta apo diplomaci? Deklaratat forta. Parime pa kompromis apo kompromis për rezultat? Parime pa kompromis. Kritika publike apo negociata prapaskenës? Kritika publike. Politika për të rinjt apo të rinjt për politikën? Politika për të rinjt. Afër apo larg syrit të medias? Afër syrit të medias. Partia apo individi? Individi. Një apo më shumë mandate? Më shumë mandate. Hapa të vejgjullit të sigurt apo të shpejt dhe me më shumë rrezik? Të shpejt dhe më shumë rrezik. Politik me zemër apo me logjik, Sara? Gjithmonë me zemër. Përshëndetje, mirë se erdhët edhe në këtë episod të radhës të Vox Politics, në të cilin kemi vendosur të japim zë vajzave dhe grave në politikë. Ashtu siç që kemi diskutuar shpesh, vajzat dhe gratë në politikë dhe në vendimarrje kanë shumë më pak akses në media dhe kanë shumë më pak zë i cili duhet dëgjohet nga komunitetet e tyre, nga qytetarët dhe nga ata me të cilët duan të komunikojnë. Pikërisht prandaj me mbështetjen e Westminster Foundation for Democracy kemi ndërmarrë këtë nismë për herë të dytë tashmë në këtë sezon, pikërisht për t'u dhënë më shumë zë dhe për të njohur pak më shumë në një ambient pak më ndryshe, më familjar, më miqësor, ato gra dhe vajza dhe ata të rinj të cilët janë pjesë e parlamentit, në këtë rast me të ftuarën e sotme për herë të parë, një mandat të parë, një vajzë e re e cila bëhet pjesë e parlamentit për herë të parë, me shumë vota, me shumë zë dhe me një imazh të ri i cili përfaqëson qarkun e Elbasanit në parlamentin shqiptar. E kam fjalën për zonjushën, Sara, Po, të dyja qëndrojnë. Edhe zonjë dhe zonjush. Me qefin tim zonjush, se më duket më e vogël vetja. Po se kështu të rinë të zonjushën dhe zonjën Sara Mila, e cila deputeten, jem një nga më të reja të parlamentit? Po, besoj jam tek një nga 3 ose 4 më të rinj të parlamentit. Bukur, na bëhet shumë qefi kur ka edhe deputete gra dhe vajza, por edhe kur ato janë të reja në moshë në parlamentin shqiptar. Unë të falenderoj që e bërë pjesë e këtij podcasti. Një bisedë që në fakt sot, siç unë e thash, neve në këto lloj episodesh duam të njohim pak më shumë, jo vetëm të rinë dhe gratë në politikë, por ata që realisht kanë mundësinë për të marrë vendime edhe për të ndryshuar jetën tonë në parlamentin shqiptar. Sara në fakt është, siç e thash, një nga deputetet më të reja në moshë në parlament, por në fakt ka një përvojë të konsoliduar në administratën publike. Po lexoj pak një bio të shkurtër, pastaj do më thuash edhe ti diçka për veten. Në menaxhimin institucional, organizimin e enteve të nivelit të lartë shtetëror dhe ndërkombëtar. Sara ka mbajtur më parë pozicione drejtuese në Këshillin e Ministrave, si dhe ka një sfond të fortë në media dhe në marrëdhëniet me publikun. Sara ka përfunduar studimet bachelor dhe master në marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin e New Yorkut në Tiranë me rezultate ekselente dhe ka nisur procedurat për doktoraturë në fushën e shkencave sociale. Angazhimi i saj profesional ndërthur ekspertizën akademike me praktikën institucionale, me fokus në politika publike, koordinim ndërinstitucional dhe zhvillim organizativ. Shumë fjalë të vështira për të kuptuar, por një lajm i mirë që një prej si disa të tjerë prej deputetëve ka edhe profesion, shkencat politike dhe politikën, gjë që unë mendoj se është një lajm i mirë. Sara, unë e lexova këtë biografi që ne kemi përgatitur për të të prezantuar, por doja të të pyesja në shumë pak sekonda, cila është karakteristika kryesore e Sara Milës dhe kush është në të vërtetë Sara Mila? Edlir, fillimisht dua të të falenderoj shumë për ftesën, por jo vetëm fakt. Mendoj që kjo ftesë vjen si një vazhdimsi e punëve shumë të mira që ti ke bërë dhe ke shtruar për ne vajzat dhe gratë më herët, e ndoshta atëherë kur unë edhe mund mos e mendoja për fshirjen politik. E kur kam parë vajza e gra aktiviste, e që për herë kanë qenë një kraj fort për vajzat e tjera,
disi, jam motivuar edhe unë për ta marrë këtë rrugë, kështu që dua të të falenderoj dhe jam mirënjohëse për rrugën e shtruar paraprakisht nga ty e nga gratë tjera të mrekullueshme dhe më pas të vim tek ne që jemi një brez i ri pak më i llastuar. Se brezi juaj duhet thënë kjo, në sensin edhe të sfidave, por edhe të ndoshta ati guximi që mund mos na mungoj, ama nuk na është dashur të luftojmë shumë e me shumë ashpërsi për të arritur disa gjëra që kemi sot. Unë jam koshiente për këtë dhe nuk mund t'i mohoj. Ashtu si kundër fola deri më tani dhe unë vetë e kategorizoj veten si një vajzë me zë. Një vajzë që e kam pasur guximin, që në moshë shumë të hershme, kam rebeluar, e kam folur fort kundrejt padrejtësive të vogla që nisin, nuk e di, ndoshta në vitet e para të shkollimit e më pas deri tek ato që kthehen në fenomene sociale dhe kanë një ndikim edhe më të madh në komunitet. Pra nëse ka një veçori të cilën ja njoh dhe shpresoj shumë që ndoshta sot kanë arritur edhe njerëzit ma njohin më mirë, është guximi për ta pasur një zë, sepse pa diskutim ne gjitha vishemi me një zë, ama jo të gjitha kemi mundësinë shpeshherë, por edhe guximin për ta shfaqur atë. Edhe në punët që ti i the me fjalë shumë të bukura, e unë jam edhe për këtë mirënjohëse në fakt, sepse duke qenë një vajzë e re në politik, shpesh ne paragjykohemi për atë çfarë kemi bërë përpara se të ishim në politik. Mirë, po unë kam nisur të punoj shumë e vere, ndoshta 18-19 vjeç, kjo për dëshirën absolutisht për të qenë e lirë, sepse liria është gjithmonë pavarësia ekonomike. Nuk jam një vajzë që vi nga familje që kanë vuajtur shumë për të kapërcyer dinamika ekonomike. Familja ime ka qenë e moderuar dhe unë kam qenë një vajzë me fat e lirë, nuk kam përjetuar sfidat forta sociale dhe ekonomike në familjen time, për këtë jam mirënjohëse punës të prindërve. E sot që jam vetë mami, përpiqem që të vazhdoj traditën e mirë në familje për t'i ofruar dhe garantuar vajzës time, po ashtu një jetë të mirë, ndoshta dhe më të mirë se unë vetë e kam mundur. E kjo më ka bërë që gjithsesi të njoh vlerën e punës, që është shumë e vogël. Prindrit e mi janë marrë me sipërmarrje private e kjo ka ndikuar që unë ta njoh vlerën e punës që shumë herët. Ndaj nisa e vogël të dëshiroja të isha e pavarur, të kisha një punë, nisi pa diskutim në profil që s'kishte shumë lidhje me atë që unë bëja dhe me atë që unë do doja të bëja. Ti e the shumë bukur, me shkenca politike. Jo se e kam menduar realisht që duke përfunduar shkencat politike një ditë do të isha në Kuvendin e Shqipërisë, edhe pse e kam dëshiruar patjetër. Por nuk e kisha menduar që domosdoshmërisht do të ishte ajo trajektore. Unë e kam dashur shumë fushën e shkencave politike për të qenë edhe një kërkuese shkencore, po në atë fushë akademinë e kam dashur po ashtu, nuk fle larg edhe ëndra që ndoshta një ditë do t'i rikthehem. Ndoshta pasi të kem përfunduar këtë misionin tim politik, mund t'i rikthehem akademisë, se aty zemra ime fle më qetë dhe ndoshta pak larg kësaj zhurme. Ndaj një eksperiencë si në sektorin fillimisht privat, më pas në sektorin publik, për hir të asaj medalje sartë që unë kisha, e pata një mundësi depërtimi me një program ekselencë që ofronte praktika në institucione publike, shkova, ja dola, spikata dhe pastaj eca. Është në fakt duket si përrall, e thënë kështu, nuk ka qenë gjithmonë e lehtë, pa diskutim, ka pasur sfidat e veta, por jam ankuar së kot se kjo qenë ka shumë e vështirë. Kjo që po bëj tani është më e vështirë. Është përgjegjësi e madhe në fakt. Po te kjo pjesa e mungesës sociale dhe të aksesit edhe në media kështu, për shkakun unë sot e mora vesh se ti je mami. Ti që nga një gjë shumë e bukur. Jam mami, kam një vajzë 3 vjeç, ndoshta një nga paragjykimet e tjera të mëdha që ka ardhur me hyrjen politik, përveç se e re në moshë, në angazhim në politikë e re, vajzë, grua, ishte patjetër edhe të qenurit mami dhe gjithë balta ndonjëherë pa drejt që ndaj nënave të reja hidhet lumë, sidomos kur ti vendos të bësh një zgjedhje në duke egoiste. Madomendja që edhe ti duke patur një eksperiencë ngjashme e me fëmijë që ti kesh me jetë si drita, kam përshtypjen e ke ndjerë dhe vetë shumë herë këtë presionin. Në fillim, në fakt, nuk e mendova se do të ishte një nga problemet, por rrugës
Balta, sidomos gjatë fushatës, më bënte të ndihesha keq, sidomos për këtë fakt. Nëse shumë mu thanë, për mua, ajo që në fakt më vriste më shumë, ishte kur më thonin se ti nuk do as vajzën tënde, je shumë egoiste, e fjalit të tipit që të intimidojnë. Sot jam pak më ftohtë kundrejt tyre, mirë po pa diskutim edhe brenda vetes time ndjej ende sot një pesh, nëse ajo balanca që fatkeqësisht shpesh që kërkohet vetëm vajzave dhe grave ta ruajnë midis karrierës dhe familjes e të kujdesurit për fëmijën, nuk di se si do të jetë bilanci në fund, shpresoj vajza ime të jetë mirëkuptuese. Edhe të jetë krenare për një mamë që ka bërë sa ka mundur për të ngritur zërin për të dhe për problematika të fëmijëve si ajo apo edhe të komunitetit të cilit ajo përket, sepse është shumë e rëndësishme. Një nga gjërat më të bukura që kam dëgjuar dikur nga një politikan tha që arsyeja për cilët unë kam vendosur të merrem me politikë është që të jem zëri i fëmijëve të mi dhe i familjes time në parlamentin e vendit tim, ishte në një nga vendet tona fshinje. Dhe më pëlqeu shumë sepse shpesh herë ne e shohim politikën si një mundësi për të patur pushtet, si një mundësi për të qenë dikushi, një njeri që ka diçka në dorë, etj, por njerëzit që e bëjnë politikën për të qenë një zë, janë ata njerëz që realisht duhen dëgjuar dhe patjetër gjithmonë unë jap përparësi atyre që duan të jenë një zë për fëmijët, për vajzat dhe gratë, për të rinjt, të cilët shumë shpesh në shoqërinë tonë, po edhe në shoqëritë tona në përgjithësi, nuk kanë mjaftueshëm zë ose e kanë zërin por nuk dëgjohen mjaftueshëm. Ti ke qenë, e fole pak, ke qenë shpesh në target të gjuhës së urrëties, jo vetëm ti. Është në fakt një statistikë e dhimbshme që 86% e gjuhës së urrëties që ndodh është e drejtuar ndaj grave dhe vajzave, kur kombinohet pastaj edhe me të qenit të rinj në moshë, shtohet edhe më tepër. Është e vështirë në fakt. Unë e kam përjetuar edhe vetë në aktivizmin që bëj, që sa herë ti do të bësh diçka ndryshe apo do të ngresh zërin për diçka, ka gjithmonë një turm, një furi njerëzish të cilët të detyrojnë që të habitesh në fakt me gjithë këtë urrëtie që mund të derdhen, sidomos në rrjetet sociale. Shumë shpesh të rinjt ose gratë dhe vajzat do të stepeshin nga kjo gjë dhe ti i thej që unë jam pak më e ftohtë sot. Këshilla që ne japim gjithmonë dhe në punën që ne bëjmë është që vërtet duhet të jemi më të ftohtë, por asnjëherë dhuna nuk është kosto e të bërit politik, nuk duhet pranuar asnjëherë si kosto. Dhe ajo që unë doja të të pyesja, duke qenë se e themi shpesh ne kemi zërin, po ju keni vendimarrjen dhe votat, qofse do kishe një mundësi për të bërë diçka për ta ndryshuar këtë fenomen. Cila do ishte gjëja që do bëje për të mbrojtur edhe ata të rinj të tjerë dhe ato vajza dhe gratë, cilët mund të jenë prej kësaj gjëje, por mund të jetë një barrierë e madhe edhe thjesht për t'u futur politikës? Në fakt, duhet të jemi sinqert e të lirë me ty, përpara se të bësha pjesë e gjithë kësaj, nuk e kisha menduar që pikërisht kjo do të kthej ndoshta në një nga motivet më të forta për të punuar në parlament. Kam gjetur një mjedis shumë të mirë edhe midis kolegeve tjera që ndoshta e kanë përjetuar dhe ato vetë, pa diskutim, njëra më shumë dhe tjetra më pak. Mirë po, kemi një emërues të përbashkët që dhunën digjitale, sidomos edhe ti e ke prak, ka qenë një nga sfidat më të vështira me cilat janë përballur fillimisht në fushat, por pa diskutim ajo vazhdon edhe sot. Ndaj është një mjedis i mirë midis nesh për të ngritur një iniciativë më të fortë. Unë jam shumë e lumtur në fakt që dhuna digjitale zyrtarisht tashmë edhe me ligjin që ne kaluam me disa rregullime për sa i përket dhunës në familje dhe mbrojtjes ndaj grave është shtuar si nocion dhe zyrtarisht është pjesë e asaj çfarë ne kategorizojmë dhunë, sepse deri më dje nuk ka qenë. Do të ketë disa mekanizma shumë të fortë e filtra shumë të fortë për ta
kapur një herë këtë dhunë sa më shpejt, sepse duhet kemi parasysh që online i funksionon me një shpejtësi shumë të madhe dhe një koment denigrues apo një fyerje denigruese nëse qëndron aty gjatë për shkak të procedurave apo burokracive që do duhen më pas për verifikimin për ta larguar apo jo atë kontent, mundet që ta bëj dëmin shumë të madh, ndoshta nuk rregullim asgjë duke e larguar kontentin pas 2 ose 3 ditësh. Është bërë një iniciativë shumë e mirë që për rreth 12 orë në fakt me anë të disa filtrave që tashmë Ministria Përkatëse e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale së bashku me gjigant të rrjeteve sociale, siç është po themi Meta apo nesër ndoshta dhe TikTok, kjo mbetet për të parë se cilat do të jenë marrëveshjet që Ministria Përkatëse do të bëj, do të munden që nëpërmjet filtrave të vendosur për fjalë caktuara, ashtu si kundër edhe për denoncime në kohë reale, të paktën deri në 12 orë kontenti të jetë i larguar. E zhbën kjo? Patjetër që jo, mirë po është një moment shumë i mirë reflektimi dhe është një moment shumë i mirë për të treguar se ne si vendimarrës po i lëvizim disa ujëra. Mendoj që një pjesë e mirë e kësaj erdhi edhe prej ndjesisë son të përbashkët si vajza dhe si gra, dhe këtu nuk dua në fakt që ta ndajmë me kahe politike. Kishim për atë çfarë kishim përjetuar dhe vetë në lëkurë. Më vjen keq ta them këtë, ndoshta nuk e kisha ndjerë më përpara kur është bërë për gra dhe vajza të tjera, por kur e ndjeva vetë e kuptova mjaft mirë që nuk mund të jetë më norm. Mirë po patjetër që ndikojnë shumë çka në gjithë këtë fenomen. Shembulli që ne japim e shpesh na duhet që me hira me pa hirë edhe ta shtrëngojmë gjuhën edhe atëherë kur ndoshta do të na duhet që të revoltohemi më shumë. Unë nuk mbahem një nga këto, edhe kam pjesën time të fajt, sepse siç e thash pak më parë, duke pasur edhe një zë dhe duke qenë edhe shumë e lodhur me çfarë më ka ardhur mbrapsht, shpesh herë bëhem edhe pre e provokimeve të ndryshme që mund të vinë nga gjithë intimidimi që ti ke si vajzë e re dhe nga gjithë ajo çfarë ndodh me shumë standarde kur vjen fjala tek të rinjtë dhe tek vajzat. Pra një vajzë e re në politik duhet të jetë e fortë, po jo aq e fortë, po të ketë një zë, po jo dhe kaq shumë zë, po të reagoj mos të rri atje kot, po dhe kaq reagim prit se po e tepron, për të tregoj që di, po prit nga dike ti kaq shpejt. Unë i kam përjetuar dhe vazhdoj përjetoj të gjitha këto dhe pa diskutim është një eksperiencë për të mësuar si për mua dhe për kolegët e mira, por sinqerisht jam mjaft e kënaqur që ne po i çojmë disa gjëra në drejtimin e dur, pa diskutim edhe mendimin shumë të madh që shoqëria civile bën këtë aspekt. Është pak edhe për të ardhur keq në sensin që ndonjëherë, sidomos për gratë në politik, më shumë luftojnë vajzat dhe gratë që nuk janë pjesë e politikës, se sa ne që jemi brenda aty. Sot e kam ndjerë këtë më shumë dhe më duket si çudi e madhe. Mirë po, mjafton që tjetë konsensusi i mirë. Kjo nuk zhbëhet, por mund të rregullohet. Dhe një nga gjërat që dua të shënjojnë në këtë rrugtim është pikërisht kjo, ashtu si kundër sanksionimi i gjuhës së ashpër, linçimit publik, sidomos në media, në atë tradicionale, por dhe në atë online që e cekëm pak, pa diskutim, duke mos i hyrë pastaj një diskursin çik më të gjerë këtu se çfarë është kufizim lirie, çfarë është më pas fyerje, sepse duhet jemi të kujdesshëm, sidomos në Shqipëri, në një vend ku demokracia nuk mund ta quajmë të maturuar e të konsoliduar nivelet më të larta, duhet jemi të kujdesshëm me atë çfarë ne prodhojmë si ligjvënës për të parandaluar, sepse ndoshta nuk po ndalojmë vetëm fenomenin, por po ndalojmë fjalën, dhe shpeshherë është më mirë të lëmë fjalën të lirë dhe fenomenin të na preki sesa të ndalojmë atë që është themeli gjithçkaje, fjalën e lirë. Kështu që duke dashur të ruajmë dhe këtë balans, unë do përpiqem të bëj pjesën më të mirë timen si ligjvënëse. Shumë faleminderit se në fakt është e nevojshme dhe është e vërtetë që është kjo linja shumë e hollë e ndalimit fjalës dhe lirisë fjalës, edhe nga ana tjetër luftimit të këtyre fenomeneve që patjetër nuk do të ndodhin asnjëherë vetëm me ligj, do të ndodhin me ndërgjegjësim, me bashkim të shumë zërave kundër kësaj gjëje. Por gjithashtu edhe ne po vijojmë punën tonë edhe për sa i përket
ndryshime të disa ligjeve të cilat janë të rëndësishme. Për shembull kemi disa kohë që po mundohemi që edhe disa sanksione apo rregulla për gjuhën e urrëties gjatë kohës fushatave zgjedhore, sepse atëherë rritet shumë ti bëjmë edhe pjesë të kodit zgjedhor. Edhe pjesë të statuteve të partive politike kemi ndërtuar protokollet adresimit dhunës, se ndonjëherë nuk ndodh vetëm në institucionet publike apo nga një parti të tjetra apo nga një komentues të tjetër në rrjetet sociale, po ndodh edhe brenda partive politike dhe jemi munduar të adresojmë në mënyra nga më të ndryshme dhe sa më shumë gjëra të tilla të bëjmë, besoj aq më shumë rezultate dhe mbrojtje u japim jo vetëm grave dhe vajzave të cilat janë politik, se ti e the ndonjëherë është e vështirë që vetë gratë brenda të reagojnë, po sidomos atyre që janë jashtë politikës dhe që duan të jenë pjesë e politikës, por e konsiderojnë këtë si një barrierë e cila i pengon, dhe në fakt, nga statistikat, barriera kryesore që i trëmb vajzat dhe gratë të futen në politik është pikërisht gjuha e urrëties. Është e vërtetë në fakt, shumë herë edhe unë kam bërë këtë bilanc me veten, pa dashur të reflektoj pesimizëm, por ka pasur momente kur kam thënë se ndoshta nuk duhet isha bërë fare pjesë e kësaj rruge, sepse gjithë kjo faturë që ti merr mbrapsht dhe thua, del në pasqyrë dhe thua për çfarë? Në qoftë se është kaq e vështirë dhe në qoftë se hitet kaq shumë balt ndaj qëllimit tënd të mirë dhe dëshirës tënde të mirë për të bërë sa më mirë, atëherë çfarë kuptimi ka? Mirë, po nga ana tjetër çfarë kuptimi ka nëse heqim dorë e nuk i bëjmë këto gjëra tani kur jam për të bërë? Në fakt, Lirë, jam pak e çuditur për një fakt vetëm se për sa i përket numrave të vajzave dhe grave të përfshira në politik, kemi një bilans shumë të mirë së fundmi dhe mendoja gjithmonë se kjo në fakt do të mund të frenonte ndjeshëm gjuhën e urrëties, por edhe mënyrën se si bëhet diskursi publik. Nuk e kam ndjerë ende të reflektuar kështu, ndoshta vjen edhe si një revolte brendshme e një shoqërie e cila patjetër ndiqet ende nga normat e patriarkatit, një revolte e madhe ndaj kaq shumë grave të përfshira në politike, kaq shumë vajzave, por ndonjëherë dhe vajzave që janë dhe në politik, po janë edhe të dëshiruara për të dukur estetikisht mirë, ama janë politik, por janë edhe nëna, janë politik edhe nuk dua të kenë familje fare, cila do qoftë zgjedhja e tyre, por ndodh një bashkim i këtyre karakteristikave që kapen nga publiku dhe ato pastaj bëhen shkak për të shprehur gjuhën e urrëties në të gjitha dimensionet e veta. Prandaj gjithmonë themi që nuk është e lehtë të jesh vajzë në politik, patjetër që imazhi jot është shumë i komentueshëm sesa kontenti jot. Mirë po, sërish unë nuk shoh arsye për t'u demoralizuar e për t'u dorëzuar, sepse mendoj që është një cikël të cilin Shqipëria duhet ta kalojë dhe jam e bindur që do ta kalojë me suksesin e vet, është pjesë e maturimit, është pjesë e një rruge drejt vlerave më ideale të demokracisë dhe tolerancës, kështu që është thjesht një cikël. Dhe uroj që cikli të jetë sa më i shkurtër i mundshëm, ta luftojmë gjithë nga të gjitha anët, por siç e thash, unë vazhdoj ta përsëris, dhuna nuk është kosto e të bërit politik, askush nga ne nuk duhet ta pranojë. Jo vetëm politik, por në të gjitha profesionet që bëjmë, sepse nuk ka asnjë lloj arsye që për cilën duhet të ekzistojë. Dhe me që ishim te parlamenti, ti e ke mandatin e parë. Shpesh herë kur i shohim parlamentin nga jashtë apo politikën nga jashtë, shohim ca njerëz që takohen, janë pak agresiv me njëri tjetrin aty në sallë, ca herë janë agresiv, ca herë janë të mirëkuptueshëm, dalin në panele televizive, flasin, komisione etj. Si është ta shohësh nga brenda parlamentin? Si është ta jetosh dinamikën parlamentare tashmë në realitet? Është e vërtetë që është shumë ndryshe nga perceptimi i jashtëm. Ndoshta ky mandat i imi i parë, por edhe një mandat i rëndësishëm përgjithësi për rrugën që Shqipëria është duke bërë me negociatat për Bashkimin Evropian, ka rastisur dy të para, pra edhe mandati im i parë, por edhe për kolegët që kanë shumë eksperiencë, edhe ata thonë që ky ndihet se një mandat i parë për shkak të volumit dhe gjithë materialit që vjen për të përafruar më pas me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Kështu që
ne të rinjve na rastisi pak keq, le të themi, për të mos pasur një moment për të qetësuar dhe për të mësuar më mirë, por unë personalisht gjithmonë kam qenë tipi i vajzës që mësoj më mirë e mendoj që përfitoj më shumë kur kam shumë ngarkesë. Kam qenë gjithmonë nga ato që i kam dhënë ngarkesë vetes, se madje mu kujtua tani një batutë që vlen në fakt edhe për çfarë po themi, që më thoshte një pedagoge ime, gjeni një temë për të sjell mendimin tuaj në lidhje me këtë lëndën që kemi, zgjidheni vetë, është në dëshirën tuaj. Dhe ku shkoja i gjej ato temat më të vështira që nuk kishte pik informacioni e literature, ku ta gjeje, ku ta merrje, ku ta studioje, edhe më thoshte, moj vajzë, pse i hap vetes kaq shumë siklete vetëm sepse nuk do që të dukesh si gjithë të tjerët. Ma kishte kuptuar që një nga arsyet nuk e bëja vetëm se domosdoshmërisht kisha ndjeshmëri të lartë për atë temë, por thjesht për të dhënë idenë që unë nuk dua të bëj diçka të lehtë. Pra, s'kurse ka bërë përpara. Eksakt, dhe më shkujtuar shpesh këtë periudhë ku na duhet në fakt që të kalojmë nga ligje që kanë lidhje me natyrën tek ato që kanë me nën tokën, tek ato që kanë me vlerat e demokracisë, pra një shumësi temash për cilat sigurisht jo për të gjithë kemi ekspertizën e dur, megjithatë është një eksperiencë krejt tjetër, ndihem shumë e fat që jam pjesë e këtij mandati edhe për shkak të kësaj. Komisioni Evropian është kthyer në një lektor tonin të gjithëve ne mjaft rigoroz dhe jam shumë e kënaqur për këtë. Patjetër që edhe ajo që ti fole, debati, dinamika janë pjesë e kësaj. Fundja, unë sidomos jam më shumë pro politikës vitale, të një politike që patjetër shpesh mund bëhet e ashpër dhe nuk jam dakord me këtë, ama edhe që ti lëvizi disa ujëra dhe të jetë dinamike, unë jam shumë pro. Nuk do të më pëlqente një ambient i cili nuk ka asnjë rrokje ideje, nuk ka asnjë ballafaqim edhe përballje për çka ne mendojmë dhe në rastin konkret pala tjetër mendon, kështu që edhe kjo i duhet jetës politike dhe aktualitetit. Për sa i përket volumit dhe punës tonë të pa dukshme, keq më vjen që nuk e kemi shumë të dukshme. Këtë po, sepse dhe komentet që lexoj më shumë të online, ndoshta nuk reflektohet, ka marrë dhe ka ndërmarrë një ide mjaft mirë në fakt Kuvendi i Shqipërisë për të pasur një media hub, tashmë një mjedis për ta reflektuar edhe më mirë, edhe më në detaje aktivitetin që bëhet pas dyerve, në përjashtim të njëjtës, sepse pa diskutim publiku mendon që puna jonë është vetëm të njëjtën, por çdo ditë tjetër. Dhe mendoj që do të jetë një moment i mirë që të reflektohet dhe të jetë sa më transparente edhe puna jonë e përditshme. Jenë parlament, të kanë dhënë super fuqinë për të bërë 3 ndryshime të mëdha, 3 ligje të rëndësishme, cila do të ishin këto 3 ligje që ti do bëje. Nga hiqe me fuqit plot. Nuk ndodh, po ta mendojmë kështu. Po, do ta mendojmë. E para dhe e pa diskutueshme do të ishte ajo që folëm bashk. Pra diçka që do të referohej konkretisht gjuhës të urrëties, e të mund të kishte disa kufi konkret për të mos lënë shumë hapësira që ligji më pas të kthehet në mekanizëm burokratik, por vërtet të shkojë tek zgjidhja. Tjetrën do ta referoja pa diskutim tek të rinjt, pjesëmarrja e të rinjve jo thjesht në numra në fakt, por më shumti në mundësi konkrete, dhe këtu sërish dua ta përmend fjalën jo me shumë kufizime burokratike. Shpesh e të lirë e kam vënë re sidomos gjatë kësaj periudhe që mekanizmat për të ndihmuar të rinjt, qoftë me startupe, qoftë me trajnim, mentorim, janë aty. Agjencia Kombëtare e Rinisë bën një pjesë të mirë prej kësaj që fola. Mirë po shpesh kuadri ligjor dhe mënyra e aplikimit në to, e më pas edhe përpunimi i materialit që vjen pas aplikimit, ndodh një proces i madh burokratik që shumë të rinj i lë. Tani të rinjt nuk duan të zgjaten shumë, ai e ka të iden, nuk do të shkojë dhe ta shtjellojë një vit të tërë të merret me dokumentacion përpara se të arrijë tek ideja, e kur ka arritur ke ideja i ka vdekur ajo ideja.
Çështja është që këtë ide që ka, këtë talent që ka, ta suportojmë tani, jo nesër. Kështu që gjithçka që do të kishte të bënte, dhe në fakt jam munduar edhe me disa kolegë që ashtu të reja që të shohim pak më konkretisht se si mund të ndërhyjmë aty pa diskutim, duke u parafruar dhe legjislacionit BE-s, që t'i bëjmë më të prekshme mundësitë që janë për të rinjt, sepse sot pa diskutim kemi më shumë hapësira. Dhe e treta është, ndoshta nuk do të ishte ligj, por është një iniciativë cilën pak e kam filluar ta ndërmarr. Kam ndier Edlir sidomos prej Facebookut dhe Instagramit, duke qenë platforma të cilat nuk na kufizojnë në hapësira. Kam pasur komunikime shumë shqiptar që jetojnë në rajon, pra si në Kosovë, Malinezi, në Luginën e Preshevës, dhe kam ndjerë se jemi shumë të shkëputur si të rinj. Pra politika madhe bëhet patjetër me një dëshirë shumë të madhe për të bashkëpunuar me njëri tjetrin e për të ruajtur vlerat tona kombëtare, por kur vjen tek baza, tek të rinjt, ne nuk jemi shumë të lidhur. Nuk njohim shumë për jetën e tyre dhe për ditëshmërinë, ashtu si kundër për çfarë i mundon e për çfarë mund të bëjnë më shumë. Dhe vetë kam nisur së bashku me disa miq të mirë një tur, kam shkuar në Luginën e Preshevës, shumë shpejt do të jem në Prishtinë, dhe po takoj shumë të rinj atje për të marrë disa ide çfarë konkretisht do ta bënte më të mirë bashkëpunimin ton, sepse mendoj që nuk duhet ta humbim identitetin ton kombëtar dhe atë çfarë na bashkon. Dhe kështu siç po shkon, duke mos pasur kontakt, kemi shumë mundësi që ta humbim. Është vërtet në një nga bisedat me të rinjt, një grup të rinj shqiptar nga Maqedonia, në një takim të kohëve të fundit në Shkup, një nga problematikat ishte për shembull interesante që mund të bëhet shumë kollaj, nuk ka bursa për të rinj shqiptar në trevat e ndryshme, të cilët mund të vinë dhe të studiojnë në Shqipëri. Kjo është një gjë që bëhet kaq kollaj. Eksakt, ne promovojmë platforma si Erasmus apo homologët saj që janë fantastike për Bashkimin Evropian, po ndërkohë mund të bëjmë diçka të ngjashme brenda rajonit, e cila do na ndihmonte shumë fakt edhe drejt kësaj rrugës tonë përbashkët për Bashkimin Evropian. Shumë vërtet. Shkuam tek politika kombëtare, tek rajoni, po në fakt unë e thash në fillim, je deputete e qarkut Elbasan. Po. Elbasani është një nga zonat më vitale edhe për sa i përket kontributit në ekonominë shqiptare, por ka edhe shumë problematika. Cilat janë disa nga problematikat kryesore që ti ke hasur në komunitet edhe me këto fuqi që ke, sepse normalisht kur je në parlament nuk je në pushtetin vendor, që ka një lidhje. Çfarë ke në plan si strategji për të bërë, për të zgjidhur disa nga gjërat kryesore që mund të bësh për zonën? Në fakt Edlir, problemi më i madh që unë kam ndier për sa i përket qarkut të Elbasanit, unë e kam shpërur edhe herë tjetër që jam rritur në Tiranë, ndonse kam lindur atje dhe të gjithë bazën dhe familjen vazhdojnë të jenë atje, ama unë kam ngritur jetën në Tiranë. Dhe Elbasani, një qark kaq pranë Tiranës, ka një diferencë të jashtëzakonshme për sa i përket zhvillimit. Dhe kjo pjesërisht ka ndodhur për mungesë të mundësive reale që krijohen sidomos për të rinjt atje. Nëse do të referohem të rinjve, shumica prej tyre shkollohen, madje dhe punojnë në Tiranë, duke lënë vendin më të përgjumur e duke lënë pa një motiv më pas për të kthyer për të investuar aty. Mirë, po me një Tiranë kaq të mbi ngarkuar nga çdo gjë, qoftë nga mundësitë, qoftë nga idetë, po qoftë edhe nga të mirat, unë mendoj se ka ardhur momenti ideal që të kthehen syt tek Elbasani dhe gjithçka do doja të bëja të paktën këto 4 vite do të ishte pikërisht kjo një ndërmjetësim, do doja shumë të isha një urë lidhse midis Tiranës dhe Elbasanit për të çuar të mirat e zhvillimit të Tiranës edhe 25 minuta larg kryeqytetit. Kjo nis duke patjetër duke u munduar që të jemi lobues shumë të mirë pranë qeverisë fillimisht në mënyrë që disa degëzime të punëve të mira të Tiranës të mund të sjelli sot në Elbasan. Një iniciativë fantastike siç është Tumo Center, e kemi në planet tona që një Tumo Center 2 të jetë në Elbasan, por duhet kemi parasysh shkollimi profesional është gjithashtu një pikë e fortë. Unë shpesh e them, ka një traditë të veçantë Elbasani për sa i përket zanatçinëve të vjetër, e që kanë mjaft vlerë, qoftë orndreqës, ata që bëjnë punë druri me dorë, zanate të cilat fatkeqësisht
po zhduken nëse nuk kanë një rivitalizim për t'i kaluar ata më pas tek fëmijët e tyre dhe tek brezat që do të vinë. Por me anë të hapjes së degëve specifike në shkolla profesionale që ndihmojnë, por patjetër që i japin edhe terren më pas për punësim, do të jenë mundësi fantastike për të rinjtë e zonës. Se ne kur flasim për Elbasanin, shpesh bëjmë gabimin që njohim vetëm qytetin e Elbasanit, por aty është Belshi, është Cerriku, është Librashti, është Prenjasi, është Gramshi, është Peqini, pra janë gjithë të zonat cilat pa diskutim kanë një forcë të jashtëzakonshme të duarve, janë duar që punojnë. Dhe këto duar që punojnë, ne nuk duhet i humbasim, pa diskutim duhet verse ti modernizojmë, edhe në këtë rrugën që ne kemi drejt Bashkimit Evropian. Turizmi mund të jetë pikë fort, Elbasani nuk është shumë i eksploruar. Kam përshtyme që dhe po t'ju them që më tregoni 2-3 vende nga Elbasani, nuk ma do mendja që mund t'i referoni sepse shpesh është një trajektore ku t'i kalon. Unë e njoh personalisht, më ka pëlqyer shumë, po është vërtet që nga turistët nuk është mjaftueshëm i promovuar. Sepse ndoshta është si një urlidhse, shpesh Elbasani e ka pasur këtë disfavor, duke qenë edhe mesi i Shqipërisë. Mirë po, unë jam e sigurt që me disa programe të mira që mund të shojmë dhe për cilat unë mund të bëj pjesën time, pa diskutim edhe me kolegët e tjerë, mendojmë që mund të japim një frym tjetër, sidomos duke nisur nga të rinjt. E kanë ata dëshirën, unë e kam ndjerë, në terren e kam ndjerë e të lirë, ndoshta dhe kjo është e mira që pse përfaqësuesit e rinj në mosh kanë edhe këtë të mirë, që lidhen edhe më shumë me komunitetin dhe me të tjerët që mund të shohin si shembull e si njerëz për të marrë model për të vazhduar dhe ndjekur ëndrrën e tyre për të mos na i marrë Tirana më të mirët. Jo, Elbasani meriton më shumë vëmendje, unë e kam thënë gjithmonë, sepse ka realisht gjëra për të ndarë, po siç e thash, është edhe një pjesë të paktën ka qenë më përpara edhe një pjesë industriale, rëndësishme, ekonomisë, pse jo po edhe e turizmit, se në fakt ka vende të pa eksploruara, të cilat janë të jashtëzakonshme, edhe të cilat realisht mund të promovohen në mënyrën e dur. Ne kemi një rubrik të vogël, interesante brenda podcastit, që bëhet vetëm për pak minuta, por shpeshherë këtë e themi gjithmonë që politikanët, diplomatët apo ne që studiojmë shkenca juridike, i zgjasim bisedat dhe çojmë përgjigjen aty ku duam. Po ndonjëherë këto përgjigje që janë vetëm me një fjalë janë ato që realisht godasen, edhe rubrika quhet mit apo e vërtet, dhe ndërkohë që unë do të lexoj disa shprehje që i kam përgatitur kolegët e mi, do të më thuash vetëm është mit apo e vërtet. Pra nuk do ta komentoj. Me një fjalë, nuk do të kem mundësi për ta komentuar. Perfekt. Kështu që e nisim. Mit apo e vërtet me Sara Mila, deputete e Partisë Socialiste në Parlamentin e Shqipërisë. Zëri një deputete e të re dëgjohet më pak. Mit. Disiplina partjake kufizon lirinë personale të deputetëve. Mit. Rinia nuk beson më aq shumë tek politika. E vërtet. Idealizmi është dobësi në politikë. E vërtet. Politika është edhe garë nervash. E vërtet. Parat dhe politika janë të pandashme. E vërtet. Politika në Shqipëri bëhet nga kryetarët. Mit. Pushteti e teston karakterin e njeriut. E vërtet. Politika është edhe pak teatër. E vërtet. Një fjalë e thënë gabim në politik mund të bëhet një lajm shumë i madh. Shumë e vërtet. Politika mund të ndryshojë jetën e çdo njeriu të cilit i jepet zë. E vërtet. Shumë faleminderit. Ishim pyetje të thjeshta, nuk të ngacmuam shumë. Ja, 2 ngacmuese ishin, por duke qenë se nuk është mundësia për të seruar, duhet të rinë ashtu siç kthem përgjigjen. Edhe rikthehemi tek pyetjet normale të intervistës tonë, që në fakt është një bisedë shumë e këndshme dhe të falenderoj për këtë. Shpeshherë thuhet që politika është kompromis, edhe këtu kemi mundësi për tu shpjeguar më shumë se sa një fjalë.
Edhe shpesh herë thuhet që ti detyrohesh të bësh kompromis me parimet e tua, me atë çka ti mendon, sepse ndonjëherë duhet edhe të votosh atë çka thot partia, apo duhet të thuash duke qenë pjesë e një grupimi apo pjesë e një qoftë diçka që i shërben komunitetit, pra duhet të biesh në kompromis. Si e mendon? Është më shumë kompromis politika apo duhet mbajtur fort pjesa e parimeve personale? Edlir, unë jam në fillimet e mia dhe unë po përpiqem ta mbaj fort parimin, cilin sinqerisht e quaj si, dhe madje edhe kur e vizualizoj ashtu si një bosht. Pra ai është një bosht i cili reflekton karakterin tim, atë çfarë unë kam bërë në jetë dhe atë çfarë unë do dua të bëj në jetë. Kompromisi shpesh herë vjen dhe rrotullohet rreth këtij boshti, sepse patjetër ka momente ku do na duhet që të ulim egon personale apo ndonjëherë edhe disa prej parimeve që mund edhe të kemi menduar gabim deri në atë moment. Unë nuk e shoh problem të madh të ndryshoj çfarë unë mendoj, se unë mendoj që ne si qenë njerëzore jemi në një proces të vazhdueshëm të mësuarit, të marrit dhe të zhvilluarit, dhe në këtë proces ti patjetër që bëhesh njeri më i lirë, më mendje hapur, e shpesh gjykimet dhe vendimet e tua edhe mund të ndrojnë për hir të kësaj. Mirë po, do t'ishte një keqardhje e madhe nëse ky bosht do të valvitej e nuk do të kishte kurfar vlerë më për ty, e pastaj çfarë vlere kanë fund ditës të jesh një emër e një zën politik nëse ky bosht jot nuk qëndron aty. Unë në këto terma po e shoh sot, shpresoj që të kem mundësi që ta kem këtë bosht sa më gjatë aty ku unë dua që të jetë, por nuk e përjashtoj mundësinë që brenda familjes tonë politike ne të kemi debatet tona e pastaj të mundemi dalim edhe me gjykimet unifikuara, edhe të asaj që tregojnë edhe frymën e një ekipi, sepse unë sot jam pjesëtare e një ekipi, nuk jam një deputete e pavarur, ndoshta mund të kisha zgjedhur të isha kështu, ose nesër mund të zgjedhim kështu, por për aq kohë, se jam pjesë e një formacioni, edhe familja politike ka ca rregulla dhe ca kritere. Ti ke një eksperiencë shumë të vogël parlamentare, por unë do ta bëj këtë pyetje. Cili ka qenë ligji që ke votuar me shumë dëshirë dhe ligji që ke votuar me më pak dëshirë? Apo qoftë edhe një vendim në komisione, nuk ka nevojë të jetë. Jo, i mbaj mend se ne në fakt kemi kaluar shumë ligje për një kohë të shkurtër. Ligji që kam kaluar më me shumë dëshirë kanë qenë dy, ka qenë ai për barazën gjinore, edhe këto ndryshimet që ne bëm në ligjin për mbrojtjen e grave dhe vajzave nga dhuna në familje, ku pjesë u bë dhe dhuna digjitale, dhe një ligj të cilin nuk kisha shumë dëshirë ta kaloja, ose thënë ndryshe, ndoshta do kisha dashur që të kuptoja dhe të dija më shumë, është pikërisht një ligj që ne kemi kaluar për gjuetin. Është një ligj në fakt i cili ka qenë totalisht e përafruar me normat e Bashkimit Evropian, por mendoj që mund të kishte qenë më mirë të kishim pasur edhe disa zgjesa publike më të mira në lidhje me këtë, sidomos me ambientalistët dhe me të gjithë ata që janë shumë emocional ndaj gjallësave, ndaj kafshëve në rastin konkret. Kështu që mendoj ai është një ligj cilin nuk është se unë e ngrita shumë dorën, isha në bindjen time të 100% pavarësisht se për sa i përket formatit atij ligji, ai ishte i studiuar dhe nga Ministria e Mjedisit dhe ishte krejt okay me akit e Bashkimit Evropian. Ndonjëherë është e vërtet. Një pyetje të fundit. Patjetër. Cili do të ishte një, fakt që nuk është pyetje, një mesazh për ata të rinj të cilët duan të futen politikës, po ende nuk e kanë marrë guximin? Do doja shumë që të merrnin guximin për të guxuar fillimisht dhe për t'ia thënë vetes që unë mundem, do shkoj, do rebelohem ndoshta nga disa çfarë nuk më pëlqen, nga çfarë nuk është bërë mirë deri më tani, dhe do shkoj dhe t'jap veten, por nuk do doja kursesi që të rinjt të bëhen pjesë e politikës dhe të mos ruajnë individualitetin dhe vetveten e tyre. Unë Edlir jam në një garë të përditshme për të bërë edhe vetë këtë që po them. Shpesh herë është e vështirë, shpesh herë përpiqen të konturojnë, të vendosin brenda disa kornizave, ndoshta edhe politikisht korrekte, një fjalë të cilën unë nuk e preferoj shumë, por ruajtja e identitetit ton, e frymës tonë rinore dhe të një rebelizmi që vjen i natyrshëm prej moshës, do doja që të mos tumbiste, dhe
kujdo të riu që e shikon politikën si një mjedis ku mund të bëjë ndryshimin, do të aftoja me krah hapur që të bëhet pjesë, ndoshta do të bëja dhe unë timen për të afruar edhe për të pasur mundësi që të ishte sa më pranë, por duke pasur parasysh gjithmonë këtë, të mos humburit vetes dhe të asaj çfarë ti je, pak rëndësi ka nëse je në politikë apo në një fushë tjetër, ti shkëlqe aty ku dëshiron të shkëlqesh, pa e humbur atë çfarë ty të ka bërë të jesh ai deri në atë pikë. Saramila, shumë faleminderit. Ishte një bisedë shumë e këndshme. Edhe për mua. Uroj shumë suksese në këtë mandat të parë. Uroj që të jesh sa më shumë të kesh mundësi zëri jo vetëm i komunitetit tënd që ti përfaqëson, po i gjithë atyre që ti ke dëshirë të përfaqësosh në Parlamentin e Shqipërisë. Faleminderit shumë, është gjithmonë kënaqësi. Ky ishte episodi i Vox Politics për sot, në cilën neve mundohemi t'ju japim sa më shumë zë grave dhe vajzave të politikës dhe në cilin diskutojmë përtej kornizave me ata politikan të rinj, të cilët mund të jenë, pse jo, edhe zëri i ndryshimit. Nga Westminster Foundation for Democracy, me mbështetjen e të cilit ne bëjmë të mundur këtë podcast, dhe nga unë Edlira Çepani, ju falenderoj që na ndoqët edhe në këtë seri të podcastit ton Vox Politics. Shihemi në episodin e radhës.